Miliona pelegrin nga gjithë bota kanë shkuar këto ditë në Arabinë Saudite për të kryer ritualin e haxhit, një nga pelegrinazhet më të rëndësishëm të fesë islame. Haxhi përfshin një sër ritualesh që kryhen për të paktën disa ditë në Mekë dhe rrethinat e saj, në pjesën perëndimore të Arabisë Saudite. Ky ritual fetar është një nga 5 shtyllat e Islamit. Thuhet se çdo musliman që ka mundësi duhet ta kryejë këtë ritual të paktën një herë në jetë. Mes miliona pelegrinëve është edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Ai është pritur me nderime të larta nga autoritetet e Arabisë Saudite. Atje presidenti ynë është shfaqur me veshje tipike të haxhit dhe po kryen në Mekë ritualin e njohur islam. Jo vizita, por veshja dhe pjesëmarrja e presidentit Begaj në një ritual fetar ka ngritur shumë pikpyetje. Njëra prej tyre është e drejtë personale një presidenti të besojë apo të praktikojë fen? Po, sigurisht që po. Edhe Bajram Begaj si individ mund të kryejë haxhin, nëse e konsideron detyrim apo përjetim shpirtëror. Haxhi vetë kërkon edhe veshjen tradicionale të irhamit, kështu që formalisht ai po zbaton ritualin ashtu siç bëjnë miliona musliman. Debati real është, a duhet ta bëjë këtë një president në detyrë duke qenë simboli i unitetit të një shteti laik, i sanksionuar në kushtetutën e vendit, pa i hyrë në hak askujt, pasi kufiri në raste të tilla është shumë i hollë dhe shpesh i padukshëm. Mendojmë se ka dy interpretime të arsyeshme. Disa mund ta konsiderojnë veprimin e presidentit Begaj si diçka normale dhe njerëzore. Një pjesë tjetër, me të drejtën e tyre, e shohin haxhillokun e Begajt si problem të simbolit shtetëror.